Nesër nis punimet Parlamenti dal nga zgjedhja e vitit 2021, i cili qëndron në detyrë deri në datën 9 shtator. Seanca e sejtës është kryesisht ceremoniale, do të miratohet vetëm kalendari i ligjeve, mbi bazën e të cilit do të punojnë deputetët në 3 javët e ardhshme. Por për shumicën e deputetëve aktual, këto janë seancat e fundit në parlament. 83 deputetë të kësaj legjislature nuk do të ulen më në seancë plenare në muajin shtator, kur të nis punën Parlamenti dal nga zgjedhjet e 11 majit. Ndryshimi më i fortë ka ndodhur në grupin parlamentar të Partisë Socialiste, nga i cili 45 deputet nuk do të jenë më pjesë e kuvendit. Mes tyre edhe Pandeli Majko, i cili është i vetmi deputet në Partinë Socialiste që ishte në parlament prej vitit 1992. Partia Demokratike nga ana tjetër vazhdon të ketë politikanë që janë zgjedhur që në vitin 91 në parlamentin e dal nga zgjedhjet e para pluraliste, kryetari Sali Berisha e Tritan Sheun. Por edhe në Partinë Demokratike gjysma e deputetëve aktual nuk do të jetë më në kuvend në muajin shtator. Por këto janë javët e fundit në parlament edhe për Lulzim Bashën, i cili prej vitit 2005 ishte deputet i Partisë Demokratike, më pas kryetari i partisë më të madhe të opozitës, e në 11 maj të shtoi të siguronte një mandat me koalicionin Euroatlantik. Jashtë kuvendit do të mbeten shtatorë dhe disa kryetarë dhe ish-kryetarë partish, përfshi edhe Agron Dukon, i cili vendosi të mos garojë në zgjedhjet e 11 majit për të hapur rrugë figurave të reja në partinë e tij. Deputetët që mbështeten Lulzim Bashën apo Engelejt Alibeaj në këtë garë elektorale gjithashtu nuk do të jenë më në parlament, pasi nuk arritën të fitojnë në 11 maj. Kryetari i Partisë Socialdemokrate Tom Doshi do të rikthehet në shtator në parlament së bashku me 2 deputetët që fitoi kjo parti. Por për 3 deputetët aktual të PSD-s, këto janë javët e fundit në kuvend. Edhe pse ky kuvend e ka mandatin deri në muajin shtator, sipas kushtetutës pas datës 10 korrik, deputetët nuk mund të miratojnë më asnjë ligj, e de facto parlamenti i ka mbyllur punimet.